Këto jetoj me vjeri, me kunaten, me fëmi, se i kam shumë të mirë, shumë. Inshallah për çdo sen ata njetë ma bojnë halal. Në kam emocione pak, se adin që shi do prindë të mi edhe këta i du. Kam pritje tepër mirë, nuk e kum një atë mungesen që ju marrë dhe adin në derë të huj. Ajo mu më ka nejtë gati, se më pas qik të vetën, s'po di që shme të shprej ma mirë për të. Inshallah është do sen që e çdo mund që ka bo për mu, inshallah është përblen Zoti. Si po kalon? Mirë. Me shëndet? Mirë. Zoni me mirë po të paske? Mirë, elhamdulillah fjallojt, mirë çdo sen. Për kajtë më na vjen? Nga peja. Nga peja bukur. Punon me qa merresh? Jo, nuk punoj. Je nons? Qyri vajzat, po. Vajzat. Sa vajza i ke? 2 qika. Ua, e pas ke botën. Po, valla, krejt botën e kam shqyr Zotit. A ka ma mirë se më ka nan edhe me pas vajza. Qyr s'ka ma mirë. Qika është për nonën, si thonë, ilaçi shpirtit, s'po di që me të shprej. Pse sot qikat po i dojnë ma shumë se djemë, dikur renin të panë për djemë. Se qika gjithmonë të jetën ka me bo për prindin. Se qikat janë, si thonë, ilaçi shpirtit për prind. Po më pëlqen që ko ke lidh me vajzat. Shumë jemi. Bashorti mirë ka dorë Zoti, është jashtë. A e keni jashtë? Po. Sa e mund ka? Tash po presim me shku. A, me shku atje? Po. A jetoni atje? Po, tash me dokumenta këto kom i prit me dorëzu dhe me shku. A, ti për el parki me shku Po, atje? po. Është një herë për pushim një muj. A, është një herë. Si e shef veten me një vend, mas që e pësu këtu, është pak ndryshim? Pa i ndryshim, po, pak normal, po nëse dhe shkoj atje, njeri toni ka pak shkon tu mësu me atje. Po, për shembull, si vendlindja jote, s'munet me t'u knoj zemra, si këto, vadi hava. është me sinqer duke, është në këtë aspekt. Po. Shumë sa mendojnë që atje është diçka që ka më konë perfekt. Po, atje më pëlqen një sen se atje ki sigurim, i ki krejt. Po, njëri po lufton për që ta fëmi për mi pas një tardhme më të mirë, për që ta njëri për ta po lufton adin, dhe momente në fundit që thojnë. A ka drejta ma shumë një femër në vendin e zhvillum, dhe më thonë se sa në Kosovë ku je për shembull, a do që kime pas hapësirën ma shumë? Pa i këto një sen është mirë, po për një sen është keq për shembull, se këto nuk ja vlen për shembull me nejt. Se këto për shembull e ki rrogën e vogël edhe nuk mundesh me bo kur gjo me këtë rrogë. Ndryshe njëri kur o jashtë e ki sigurimin, është rroga më e madhe, vlerësohesh në punë ma shumë, është krejt ndryshe jeta atje. Më nëzës pres me shku. A me njësë pres, të në vend kemi shku? A mo zemra në plan për këto gjithmonë, në Gjermani. Gjermani. Me konë jetoni tash? Këto jetoj me vjeri, me kunaten, me fëmi. Ke familje madhe nga burë? Po. I përmende vjerit, am të regon sa mundohesh me respektu familjen e burit? Ne, për ta ka me bo të njetën, se i kam shumë të mirë edhe mundohen çdo sen me bo për mu. Edhe ata kur të mundohen me bo çdo sen për mu, unë e kam mundu edhe ma shumë me bo për ta. Se i kam shumë të mirë, shumë. Inshallah për çdo sen ata njetë ma bojnë halal. Çfarë lufse, kemi pas drejtash? Unë kam emocione pak, Ka ki emocione? se adin që shi do prindë të mi edhe këta i du. Se për shembull tash, unë jam gruaja e që ati djarit për shembull, që e ka bo nëna vetë, edhe unë kam respekt për ta të njetën ku me pas. A për që par lot gëzimi janë këta reale jetë? Po, valla. Faleminderit. Kemi pas një nuse që ka që shumë që është lidhur në familjen e burit? Jo, ne shumë jam e lidhur, se ata shumë janë njerëz të mirë, si thonë janë rrugë të Zotit, dhe ata njerëz mu më pëlqejnë që janë rrugën e Zotit. A të kanë prit në familjen e burit mirë për kjo atë? S'po di që shmë të shprej, më kam pritje tepër mirë, nuk e kum një atë mungesen që ju marrë dhe adin në derë të huj. Jom një shumë mirë, shumë. S'po di që shmë të shprej. Çfarë emocioni? Shumë kam emocione. Duke që ki pikë dopt, apo? Po, valla, pikë dopt e kam familjen e burrit për një sen, burri jam që nuk ma prish të njetën, asone nuk munona mi aprish zemrën aty në korë. I kam konat, e konatat, tepër, s'po di që shmë të shprej, shumë dhe i kam të mirë, shumë.
s'di qësh me falenderuat familje. Që shkom respekt për familjen teme, që e kom, edhe për këta njejt, vlen. Qa mendimi ke për ato nuse që nuk e dojnë familjen e burrit? Kanë dëshirë me jetu vetëm me burr. Une nuk jam për shembull natë menim që janë të bu këto 3 ditë sotit. Ato janë të e bu një gabim shumë të madh. Përderisa ato për shembull nuk dojnë me jetu me familjen e djalit, ato nuk di që shkan me dash djalin e tëne. One nuk mëj me kuptu këtë sen. One për veti, tash edhe që shkoj jashtë, une kom e një mungesën e tëmve shumë. Jashtë zakonisht po, vje mundësia, i merë na i pushim njeri, edhe atje, edhe, shto. Nëse i shojnë që të teo print e burrit, Vjeria, që ju kështë thonë para kamerës? Ju kisha thonë, ju du shumë, shiqërzoqi që ju kom, e shola ju kom e shnit, e me të atë mirat, i shola dënë zoti, gjithmonë jeni të luntur, edhe i shola jeni të knaqë me mu të njetën. A mund me dash si një nanë Vjerën? One, për shembull, moj me dasht, one ko me pas respekt për të njetën, se nuk di qësh me të shprej. Ajo mu më ka nejt gati, se më pas qik të vetën, s'pu di qësh me të shprej ma mirë për të, i shola është do sen që e çdo mund që ka bo për mu, i shola është përblen zoti. Shfar grua e suksesshme dukesh, një grua shumë reale po më dukesh. Na falë për emocionet që të sjellëm. Jo, nuk ka kur gjuhë. Faleminderit shumë që ekziston njerëz si ju. Hallalja bov zoti të njetën. Qa ju kështë thonë gjithë nuseve, vajzave? Jo kisha thonë se mos gaboni se vesh nëse Vjera është e mirë, nëse sillet mirë, edhe ti duhesh me bot njëjtin sen, duhesh me llogarit si non tonë me pas. Ndërrume, të roj ma të mirat njetë. O, faleminderit, inshallah dhone ju uroj tanat mirat e botës, inshallah Allah ju urun me tanat mirat. Inshallah jep shnetën e krejt mirat njetë.